Rritja e çmimit të naftës ka sjellë pasojat menjëhershme në transportin ndërqytetase në linjën Korçë-Tiranë. Qytetarët që përdorin këtë rrugë duhet paguajnë tani 8.000 lekë për një biletë ose 16.000 lekë për vajtje-ardhje, duke e bërë çdo udhëtim më të shtrenjtë dhe më të vështirë për t'u përballuar. Banorët shprehin se situata përëndohet pasi rritja e çmimeve nuk prekin vetëm transportin, por gjithashtu produktet e përditshme, duke ndikuar drejt për drejt në buxhetin familjar. Sipas tyre, kjo rritje ka një impakt drejt për drejt në jetën e përditshme, duke mos lënë shumë alternativa për ata që duhet udhtojnë për punë, shkollë apo nevoja të tjera jetike. Për shkak të problemeve të mëparshme në segmentin rrugor Librash-Prenjas, udhtimi ka qenë i gjatë dhe i shtrenjtë, duke ndikuar gjithashtu në kostot e biletave. Operatorët e transportit e justifikojnë rritjen me shtrejtimin e karburantit, duke theksuar se kostot e shërbimit janë rritur ndjeshëm dhe nuk mund të mbahen më të njëjta me tarifat e mëparshme. Shoqata e transportit interurban ka kërkuar që qeveria të ndërhyjë për të kompensuar pjesërisht këtë kosto, duke sugjeruar subvencione për çmimin e karburantit, por deri tani nuk ka një vendim zyrtar, ndërkohë qytetarët mbeten të detyruar të paguajnë më shumë për të përmbushur nevojat e tyre të përditshme dhe për të ruajtur lëvizshmërinë mes qyteteve.